Të gjithë e dim se pritja për një takim në ambasadë, për të sjellë prindërit apo familjarët në Gjermani, është bërë një makt i vërtet që zgjat me vite. Dhe shumica e aplikimeve përfundojnë me refuzim, sepse ligji gjerman nuk i konsideron prindërit si familje bërtham. Por, sot do ju tregoj një rrugkalim ligjor plotësisht sekret, që zyrtarët nuk ua tregojnë kur. Nëse ju keni një fëmijë që ka lindur në Gjermani dhe ka marrë shtetësinë gjermane, apo të një vendi tjetër të Bashkimit Evropian, ose nëse ju vetë keni hyrë me ligjin e ri si specialist i kualifikuar, i quajtur Fachkraft, pas qershorit të vitit të kaluar, rregullat ndryshojnë tërësisht në favorin tuaj. Ekziston një rregullore e fshehur e Bashkimit Evropian për mbrojtjen familjare dhe kujdesin, e quajtur pflege, ku, nëse vërtetohet se prindërit tuaj kanë nevojë për kujdesin tuaj, ose anasjelltas, ju mund të anashkaloni të gjitha procedurat e ngurta të zyrave gjermane të emigracionit, duke kërkuar vizë të përshpejtuar me të drejtë qëndrimi të menjëhershëm. Kjo i ka lejuar shumë familjeve të bashkohen brenda pak muajsh, pa pasur nevojë për llotari, apo pritje të pafundme nëpër ambasada. Prandaj, ju ftoj të më tregoni në komente, sa muaj apo vite keni që prisni për një vizë familjare, dhe, nëse doni të dini se cili dokument specifik, mjekësor apo financiar, duhet dorëzuar për të aktivizuar këtë truk, shkruani në komente dhe do të sigurohem që secili të merr përgjigje.